Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton Rishtazi. Sot të ftuar në studio kam nderin të kem Osman Kadriun, profesor i nderuar, njohës i mirë juridik, por gjithashtu edhe gjykatës në gjykatën kushtetuese. Siç edhe kemi diskutuar disa herë, gjykata kushtetuese është vënë në fokus jo vetëm për vendimet, por shpesh edhe për mënyrën se si kryetari i gjykatës kushtetuese artikulon vendimet që i merr kjo gjykatë, të cilat për shumë veta kalojnë vijën e interpretimit juridik dhe kalojnë në fakt ose shkojnë në anën e interpretimeve politike të vendimeve. Për këto dhe çështje të tjera, pra do të diskutojmë sot. Faleminderit që jeni pjesë e kësaj bisede dhe këtij podcasti. Faleminderit edhe juve për thirrjen, për ftesën dhe më thënë për pjesë këtë emision. Edhe natyrisht mirdita dhe për të gjitha ndjekësit e këtij emisioni mjaft rëndësishëm. Profesor, faleminderit pra edhe një herë, edhe nuk mundem mos ta filloj këtë bisedë edhe këtë podcast me pyetjen që të gjithë e bëjnë, që duket që gjykata kushtetuese nëpërmjet gjykatësit kushtetues, siç edhe thash në çelje të programit, më tepër bën interpretime politike për vendimet që merr, ose vendimet që i merr i interpreton nga prizmi politik. Pajtoheni me këtë konstatim? Po konstatimi është masë i saktë, meqense edhe në gjykatën kushtetuese njërisht në kohën e fundit, sidomos në kohën e fundit, ka depërtuar politika ditore dhe ai presion i politikës ditore vehet në veçanti edhe në vendimmarrjen e gjykatës kushtetuese për çështje konkrete, për lëndë konkrete, për procedura gjyqësore kushtetuese, atë cilat procedura dhe lëndë, siç jemi të informuar dhe jeni të informuar edhe ju edhe opinioni, ato publikohen edhe formohen si lëndë në bazë të iniciativave konkrete të cilat i ushtrojnë qytetarët, partitë politike, për çështje konkrete, për ligje konkrete dhe në veçanti kur në pyetje janë ligjet me të cilat në mënyrë të drejt për drejt ose tërthorazi ceken çështjet nacionale. Për ato çështje dhe për ato lëndë nuk është rastësi që edhe në gjykatën kushtetuese të vrehet ai elementi i presionit politik. Kështu që mjerisht nuk duhet të ndodh, por ndodh edhe në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, që disa vendime kanë elemente, kanë përbërës pastër politik. Edhe opinioni, analistët me plot të drejtë reagojnë se vallë çka mbron gjykata kushtetuese. Këtë që e theksova, jo rastisht e theksova, meqense edhe opinioni, qytetarët tërësi janë të njoftuar se gjykata kushtetuese kompetencën numër 1 që e ka të mbron kushtetueshmërinë, ligjshmërinë. Të mbrohet kushtetuta dhe ligji, do të thotë të mbrohet sistemi juridik i vendit, të mbrohet sistemi kushtetues i vendit. A kur mbrohet sistemi juridik edhe kushtetues i vendit, ajo është garanca më e madhe se edhe qytetarët do të mund të gëzojnë të drejtat dhe lirit e tyre. Po ja ta bëj pyetje ndryshe. Ju thoni që gjykatësit kanë presion politik për disa vëzhgues. Ideja është që gjykatësit në fakt kanë mbështetje politike, jo presion politik. Pra një lloj udhërrëfimi politik se si të veprojnë, sidomos kur vjen çështja për çështjet etnike. Ku i vjen guximi këtyre gjykatësve, sidomos kryetarit të gjykatës kushtetuese, që të bëjë artikulime kaq politike? Nga i vjen ky guxim? Është evident atë që e theksuat se në gjykatësit kushtetues edhe sikur se të ketë presione politike, a kanë presione politike. Tjetër pyetje se në çfarë forme, në çfarë modaliteti ato manifestohen, a manifestohen? Gjykatësi kushtetues, duke përfshirë dhe kryetarin e gjykatës, me vetë betimin
që e kemi dhanë në çastin e zgjedhjes, se ne do të mbrojmë kushtetueshmërinë dhe ligjin, edhe ligjet e vendit. Kjo do të thotë se asesi në asnjë mënyrë, pa marrë parasysh intensitetin e presionit që ushtrohet, gjykatësi kushtetues nuk do të bjen, domethënë, prerë të atyre presioneve edhe të vendosi sipas presioneve të ndryshëm. Ato përsëris, secili prej tyre, në tërësi, secili prej nesh, në mënyrë individuale, duhet ju lutem t'i nështrohet vetëm kushtetutës dhe ligjit, dhe kur një lloj presioni. Pse në raste konkrete vret presioni, është çështje faktike, është çështje konkrete e cila kërkon elaborim të veçantë se çka është prapavija e këtij vendimi, kush qëndron pas këtij vendimi, si është sjell ky vendim, edhe vallë a ka interpretime politike ose jo. Përgjigjja është po, ka interpretime politike në miratimin e vendimeve konkret. Ai interpretim politik nuk manifestohet gojarisht. Asnjë prej gjyqtarëve nuk thotë se unë vendos edhe shpreh mendimin tim me qenë se kam presion politik, por de facto vret domethënë presioni politik. Po mirë, profesor, ju bashkëpunoni me ata gjykatës kushtetues. Në qoftë se lëkunden marrëdhënie ndëretnike dhe themelet e ndërtimit të kësaj Maqedonie, a nuk do të mbajnë përgjegjësi këto gjykatës për vendimet që i marrin dhe siç thoni ju që kanë prapavi politike? Përgjegjësia është mas evidente. Por këto, ju lutem, këto të them devijime që ndodhin edhe në gjykatën kushtetuese, janë pasojë, janë rezultat i asaj që në Maqedoninë e Veriut mjerisht nuk funksionon shteti juridik. Meqense nuk funksionon shteti juridik, kjo do të thotë se të funksionon sundimi i së drejtës në të gjitha fushat e marrëdhënieve të ndryshme shoqërore, atëherë mungesa e funksionimit të shtetit juridik u mundëson edhe institucioneve të veprojnë ashtu siç i mendojnë se duhet të veprojnë me prapavi politike, duke u thirrur në atë se e dinë se faktikisht edhe përgjegjësi nuk do të ketë. Ne më shkojmë atë që ju lutem ja flasim domethënë çfarë korrupsioni ndodh në Maqedoni. Korrupsion i nivelit të lartë, me pasoja të rënda për qytetarët, për shtetit, edhe për ato nuk ka përgjegjësi. A më flasim për këto vendimarrjet në për institucione konkrete, të cilat kanë mbështetje politike, janë të frymëzuar me politikën ditore, edhe nuk i tremben domethënë përgjegjësisë. Përgjegjësia mungon. Përgjegjësia mungon, ju lutem, edhe në gjykatën kushtetuese. Në pyetjen e parashtruar, nëse modharzoti të ndodh, keqësohet situata, marrëdhëniet ndërnjerëzore, në kuadër të tyre edhe marrëdhëniet ndëretnike, por natyrisht se duhet kërkohet atë përgjegjësi për gjithë institucioneve, sidomos për atit institucionit që ka qenë edhe shkaktar që një pasojë e tillë të lind, një pasojë e tillë të krijohet, sidomos pasojë e cila si prapavi ka keqësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Çështja e marrëdhënieve ndëretnike është lamia më e ndihshme, ju lutem, në një shtet shumë nacional. Edhe aty duhet të kenë të gjitha përgjegjësi, të gjitha duhet të përkujdesen në veçanti në çdo veprim. Jo vetëm veprime kështu në mënyrë të veprimeve konkrete, por edhe në shprehjen, edhe shprehja, domethënë, edhe deklarimi është një lloj veprimi që të mos ceken, të mos keqësohen ato marrëdhënie. Aty jemi të gjitha përgjegjës. Profesorja, dua të bëj një pyetje direkte, sepse një nga lëndët, do t'ju pyes sigurisht edhe për lëndët e tjera, por një nga lëndët që pritet me interes të jashtëzakonshëm është ligji për gjuhët, i cili është sfiduar nëse është brenda kushtetutës ose jo. Sipas kushtetutës, a është gjuha shqipe gjuhë zyrtare në Maqedoni? Po shikoni, këtë temë kemi elaboruar në shumë tryeza të rrumbullakta, në veçanti unë kam qenë shumë aktiv edhe me zër e kam mbrojtur tezën se gjuha shqipe me kushtetutë është gjuhë zyrtare. Por çka ndodhi edhe çka ndodh?
Gjuhën shqipe e garanton kushtetuta e konteston pushteti. Këtë konstatim, unë që e prezentoj për atjerve, disa nuk e pranuen ashtu me dashamirësi, por është fakt. Përsëris, edhe gjithmonë të përsëris. Gabim është i shtetit, kur themi shtetit, institucioneve shtetëror, sidomos i pushteteve, që nuk marrin masa konkrete, që gjuha shqipe të zbatohet në praktikë. Mos zbatimi i saj në praktikë na sjell në konkluzion i pamohueshëm, i pakontestueshëm, atë theksova dhe përsëris. Kushtetuta e garanton gjuhën shqipe, a pushteti e konteston. Vetë fakti se gjuha shqipe nuk zbatohet, ju lutem, në praktikë, konform edhe në frymën e kushtetutës, flet mjaft se kemi domethënë një kontestim të theksuar nga pushteti, bile do të qesha edhe ma konkret, nga të tre pushtetet, pushteti gjyqësor, pushteti lidhanës, pushteti ekzekutiv. Se ato janë ato që duhet të sjellin ligjet përcjellëse për zbatimin e gjuhës shqipe. Ato ligje edhe sot e ke ditë nuk janë të miratuar. Sidomos kur flitet domethënë për ligjet procedural edhe për zbatimin e gjuhës shqipe në procedurat gjyqësore. Pra, gjuha është zyrtare, pushtetet nuk e zbatojnë ose e problematizojnë. Nëse ndodh kështu, atëherë hym në interpretimet politike të politikës ditore. A është kjo arsyeja që marrin guxim ministrat të caktuar, siç kemi vënë re kohëve të fundit, që thonë që gjuha shqipe nuk mund të përdoret, që ministrit nuk e përdorin, siç ishte edhe rasti për provimin e jurisprudencës. Si duhet t'i shohim këto sjellje të ministrave dhe si do sanksionohen ato atëherë, në qoftë se nuk zbatohet kushtetuta? Se këtu kemi një problem, apo? Është evidente se çështja e zbatimit vizavi mos zbatimit të gjuhës shqipe ndodh edhe në ministrit. Çdo ministri jo lutem është antare e qeverisë, është pjesë përbërëse e qeverisë. Kjo do të thotë se këto problemi lind në vetë qeverinë e shtetit. A qeveria e shtetit është pushtet ekzekutiv. Ja do me thonë, vetë qeveria nëpërmjet institucioneve që ka në përbërjen e saj, nuk intermerr masat adekuate që të zbatohet gjuha shqipe. Ashtu ndodh edhe në pushtetin gjyqësor, ashtu për çështje konkrete ndodh edhe në pushtetin lidhanës. Në pushtetin lidhanës me vetë faktin se lidhanësi është ai që sjell ligje përcjellëse për zbatimin e gjuhës shqipe, ato ligje edhe sot që ditë nuk kanë habir të sjellin ato ligje. Pse nuk i sjellin? Faji nuk është këtu lutem te qytetarët. Qytetarët kërkojnë me thonë një e drejtë kushtetuese të vrehet, të gëzohet edhe në praktikë. Ajo që nuk vret, nuk zbatohet në praktikë, është me thonë dobësi edhe problem, edhe mangësi e vetë pushteteve, të gjithë pushteteve të shtetit. Prandaj theksoj se këtu problemi i moszbatimit të gjuhës shqipe është tek pushtetet. Jo të qytetarët. Ja, kemi parë ministra, sidomos ato të znamit, që në mënyrë direkte e kundërshtojnë përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe ka pas nisma profesor që shëmu të paditen, apo se në qoftë se nuk zbatohet ligji, dikush duhet t'i padis. Por një qytetar nuk mund t'i padis. Kush mund t'a padis një ministër edhe të krijojë një çështje gjyqësore për mos zbatimin e ligjit dhe kushtetutës? Këtë çështje parashtrojnë shumë qytetarë dhe me plot të drejtë, por çështja e përgjegjësisë edhe iniciimit për përgjegjësi tek ne është e rregulluar me ligje konkret. Për informimin e juve dhe të opinionit, pasi u miratuar ligji për përdorimin e gjuhëve në vitin 2019, konform këtij ligji, me ligjet veçantë janë formuar 2 organe mjaft të rëndësishëm për zbatimin, për ndjekjen e zbatimit të gjuhës shqipe. Kemi agjencionin edhe kemi inspektoratin. Në pyetjen e juaj, inspektorati ka të drejtë, me ligj ka të drejtë, ka kompetencë, me ligj ka kompetencë që të bëjë mbikëqyrjen në të gjitha institucionet në të cilat duhet të zbatohet gjuha shqipe. Nëse konstaton, a shumë konstatime i ka bërë edhe deri tash inspektorati në fjalë, ai ju lutem ngre procedurë kundër qoftë person juridik, dhe me thonë organit si organ, por edhe përgjegjësit në organin juridik në institucionin juridik. Ato kërkesa
shkuan në organet e gjyqit. Pse tash organet e gjyqësor, duke përfshirë edhe prokurorin, nuk ngren procedurë, ajo është çështje faktike dhe duhet të kërkohet përgjigje prej tyre. Se pyetjen e juaj, qytetari, ju lutem, nuk ka mundësi juridike, nuk ka të drejtë juridike që të paraqitet me kërkesë, me parashtresë, mos them edhe me kallëzim këtat kundër ndonjë individi, subjekti juridik, politik, institucioni që të përgjigjet pse nuk e zbaton. Këto çështja e përgjegjësisë është e rregulluar me ligj. Dakor. Kemi dy organe përsëris agjencionin edhe inspektoratin për ndjekjen edhe zbatimin e ligjit. Ai duhet të ushtrojë procedurë, asaj që jemi informuar se ka shumë lanë që janë formuar në organet e jurisprudencës për përgjegjësinë në bazë të kërkesave të tyre, por përgjegjësia mjerisht mungon. Pra, ja ta sqarojmë, inspektorati ta sqarojmë nga aspekti juridik. Inspektorati sigurisht ndryshon drejtorët, ndryshon politika, kemi titullar të ndryshëm. Pra ata kanë ngritur lëndë edhe më përpara dhe tani, dhe këto lëndë nuk fillojnë të zbatohen nga gjykatat. Këtu është ngërçi, si me thënë, apo? Aty është. A mundet inspektorati të jetë më i zëshëm në këtë presion, në kuptimin për të thënë që kemi ngritur padi për këtë ministër, për këtë drejtor, për këtë titullar, se edhe këtë pjesë nuk e shohim, që për shembull të vijen nën presion gjykatësit për t'i hapur këto lëndë. Unë sa që mendoj se inspektorati deri tash e ushtron kompetencën që ka konform ligjit, por tjetër pyetje se ankesat e tij, parashtresat e tij, kërkesat e tij, në bazë të cilave janë formuar ose fare nuk janë formuar lëndë, a ka edhe raste që nuk janë formuar lëndë, ajo tash kalon përsëri jo në kompetencë të inspektoratit, ai ka bu atë pjesë të procedurë që duhet ta bëj. Do me thonë ka ngirje organit për ndjekje gjyqësore, për ndjekje penale, në prokurori edhe në gjyqësor. Atëre, si t'i bëhet presioni prokurorisë dhe gjykatave që t'i vazhdojnë këto procedura? Prap do kthehemi te politika dhe presioni politik, apo duhet bëhet presion qytetar? Këtu duhet jo presion qytetar, nuk ka nevojë presion qytetar, meqense punohet për një procedurë e cila është e rregulluar me ligj, kush e fillon edhe ku duhet të përfundojë, duhet të kërkohet që lutem prap në mënyrë institucionale përgjegjësia për organeve përkatëse. Këtë përgjegjësi ka të drejtë në vend të parë ta kërkon qeveria, meqense këto institucione janë në kuadër të qeverisë, ministritë janë në kuadër të qeverisë, edhe në fund të fundit, bile për disa çështje edhe më të rënda në këtë lajmim për mos zbatimin duhet njoftohet edhe parlamenti. Parlamenti, ju lutem, është organ i cili mbikëqyr punën e pushtetit ekzekutiv. Edhe në mënyrë, ose për çështje konkrete në mënyrë të drejtë për drejtë, ose për çështje konkrete në mënyrë të rrethorazi, ka po ashtu kompetencë që të ndërmerr masat e tij që është i autorizuar me kushtetutë dhe me ligj. Pra ka mënyrë se si të detyrohen këto institucione të kryejnë procedura. Po kur i përmendni këto institucione, ne do tyjmë përsëri në interpretime politike dhe në fakt subjektet politike që janë shumicë, ndoshta nuk do ta bëjnë këtë dhe prandaj kemi këtë situatë. Është evidente se këtu kemi një dosë të mirë kemi të interpretime politike, por këtu duhet të pastrohet një çështje. Çka është ajo që është juridike dhe drejtësi, e drejtë, drejtshmëri, dhe çka është ajo politikë. Ju lutem, politika asesi nuk guxon të ndërmjetëson në institucionet, në kuptimin e asaj, të gret ose të mos gret procedurë. Ka përgjegjësi ose nuk ka përgjegjësi, atë e ka ekskluzivisht organi kompetent. A politika në qoftë se ndërmjetëson, ja si që kemi raste me interpretime, po shikoni janë pjek kushtet, nuk ka kushte, kemi procedurë para Komisionit të Venedikut, çështja e gjuhës është akoma kontestuese, nuk kemi vendim përfundimtar nga gjykata kushtetuese, edhe këtë zvarritet në këtë mënyrë. Veprohet, ju lutem, sipas një rregulli në të drejtën romake ka ekzistuar. Kur një organ ka në kompetencë të zbërthejë një çështje, a nuk ka disponim politik, nuk është i gatshëm, nuk do me fjalë tjera të zbërthen,
ilaçi më i mirë ka qenë edhe në drejtën romake, shtyje sa të mundesh, zvarrite sa të mundesh, deri në çastin kur ajo land do të parashkruhet edhe nuk do të ketë efekte juridike, siç i ndodh mjerisht edhe me gjykatat e jona që nuk vendosin ku edhe presin që landat penale të parashkruhen, siç i ndodh. Pra gjykatat këtë e bëjnë, e zvarrisin për momentin. Patjetër. E përmendët Komisionin e Venedikut, për të cilin ka një si me thënë mbi vlerësim të asaj se çfarë roli ka ky komision. Dhe shpesh ligjet e caktuara shkojnë atje apo dhe vinë me rekomandime të caktuara. Por ta sqarojmë edhe një herë për opinionin se në fakt Komisioni i Venedikut është këshilldhënës apo jo, dhe në asnjë mënyrë në qoftë se një ligj jep të drejta më shumë, në thojza them më shumë, për një kategori qytetarësh, nuk do të thotë që ti zvogloje atë të drejtë, apo jo. Komisioni në fakt vlerëson dhe dua ta sqaroni dhe juve më mirë se sa është në përputhshmëri me standardet specifike, apo jo. Çështja e Komisionit të Venedikut është gjithmonë aktuale, sidomos është aktuale për ato çështje kur me ligj konkret ose regulativ konkrete pozitive rregullohen çështjet e etnikumeve jo shumicë në Maqedoni, me efekt të veçantë edhe për të drejtat e shqiptarëve, edhe kur pushteti nuk ka disponim ato të drejta edhe në praktik t'i zbaton, e përdor këtë metodë se vallë duhet të kërkojmë mendimin e Komisionit Venedikut. Komisioni Venedikut, ju lutem, është një organ pranë Komisionit të Bashkisë Evropiane, por është organ këshillëdhanës. Aktet që i sjell Komisioni Venedikut janë mendime, pastër mendime. Meqenëse është në pyetje mendim, ai mendim, ju lutem, nuk obligon. Nga aspekti të drejtës ndërkombëtare publike, obligojnë vetëm normat juridike që i sjellin organet e Evropës ose të Bashkisë Evropiane. Vetëm normat juridike. A mendimi i Komisionit të Venedikut nuk është normë juridike, është mendim. Edhe në ndy, ju lutem, këtu vetëm në mënyrë selektive kërkohet jo për gjithë ligjet. Pikërisht këtu doja të pyesja profesor, se ka vendime që Komisioni i Venedikut ka sjell në kundërshtim me ligjet që janë sjellë të Maqedonisë dhe ato absolutisht nuk janë marrë parasysh apo jo. Nuk janë ndryshuar ligjet siç ka sugjeruar Komisioni i Venedikut. Po kur vjen çështje për çështjet etnike, atëherë theksohet. Këtu kemi një problem selektiv, si thoni ju, ose një anshmëri apo? Po, kjo është ma se prezente, është evidente, mjerisht është evidente, se atë që theksohet, unë e kam studiuar dhe çështjen e vendimeve që ka sjell, mendimeve që ka sjell Komisioni i Venecijës, i Venedikut, për çështje konkrete, për ligje konkrete, të cilat ligje Parlamenti i ka sjell pa kur një farë ndërhyrje, pa kur një farë mbështetje, domethënë, të Komisionit të Venedikut, në kundërshtim me Komisionin e Venedikut, një prej rasteve eklatante, kam studiuar edhe në drejtë kushtetuese, kur u sol ligji për lustrim tek në Maqedoni. Ligji parashikonte, ju lutem, dispozitat që të lustrohen edhe njerëzit e ndjerë, që nuk janë domethënë tash nuk janë të gjallë. Komisioni reagoi. Edhe pse Komisioni reagoi, Parlamenti përsëri të njëjtën dispozitë e futi në ligj, edhe ligji ngel në fuqi derisa nuk u bë shfrytëzimi i ligjit. Edhe shumë raste tjerë ka kur Komisioni i Venedikut e ka dhënë mendimin në bazë të kërkesës që ka kërkuar, domethënë, pushteti i sidomos qeveria, ka sjell mendim ndryshe, përsëri qeveria, meqense qeveria është propozuesi i ligjeve, qeveria së bashku me Parlamentin e kanë sjell pa kur një lloj korrigjimi vendimin ose aktin juridik ose ligjin ashtu siç e kanë pas dëshirë ta sjellin. Për raste tjera, sidomos kur punohet për ligjin për gjuhët, ja domethënë këto ndalen ata te Komisioni i Venedikut, se Komisioni i Venedikut duhet të hapi mendim, bilitazhe prekin e çështjen edhe këtë ligjin për provimin e jurisprudencës, edhe për aty kërkohet që nëse intervenohet te ligji, edhe pse duhet intervenimi bëhet me një dispozitë, edhe për këtë dispozitë do kërkojmë mendimin e Venedikut. Qëllimi çka është, lutem, meqense në procedurën e Komisionit të Venedikut ka një kohë të gjatë që zhvillohet e procedura, domethënë përsëri vim ke ai konstatimi që thash që zvarritet domethënë çështja që të mos realizohet. Duke u thyrë në Komisionin e Venedikut, ja ta marrim rastin për çështjen e ligjit për gjuhët. Lutem, gjykata kushtetuese
me vendim me shumicë të miratuar, bëni abrogimin e 2 ligjeve për përfaqësimin e drejtave adekuat. Prej atëherë kanë kaluar 2 vjet, akoma nuk është parlamenti të sjellë ligjin për përfaqësim të drejtave, meqense ai ligj që u propozu nga qeveria, ja lëshuan përsëri Komisionit të Venedikut, ai te para mendimin paraprak, saqë jemi njoftuar se ka dhënë një mendim paraprak, por ligji si ligj akoma nuk është. Pra ju thoni që politika i zvarrit këto, se doja të pyes për të gjitha gjërat. Për të mbaruar pak për ligjin për gjuhët, po ju kthej do të pyes edhe për jurisprudencën edhe për balancuesin, sepse kanë interes të madh. Ka një konstatim profesor që thuhet që për shkak të ndikimeve politike, ky shqyrtim i këtij ligji, pra i kushtetueshmërisë të ligjit të gjuhëve, bëhet tani dhe nuk është bërë më herët kur ka pas qeveri tjetër me shumicë tjetër. Pra kur ka qenë BDI-ja, LSDM-ja, tani kemi një shumicë tjetër dhe kjo bëhet me qëllim që ja të krijohen tensione apo ku e di. Si e shikoni ju këtë çështje ose për të pyetur direkt, a ka pas ndonjëherë atmosferë që ligji për gjuhët të vlerësoj edhe më herët që të ishte në favor të përdorimit të këtij ligji, pra të ishte në favor të shqiptarëve? Këto me plot përgjegjësi e them meqense kam përcjell çështjen e iniciativave për ligjin për gjuhët. Iniciativa ka 13, a përpilus të iniciative janë përmi 25-6 qytetar, parti politike. Asesi, ju lutem, kjo nuk ka zvarritja e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese nuk ka lidhje me ndryshimin e pushteteve. Këtë me plot përgjegjësi ju them. Edhe kur ka qenë BDI, edhe tash është tjetër koalicion në pushtet, meqense edhe prej kur filloi procedura, procedura para gjykatës kushtetuese ka filluar prej vitin 2019, domethënë të njëjtin vit kur edhe parlamenti e solli ligjin për gjuhët, por nuk kishte tek ne disponim, ju lutem, nuk kishte gatishmëri që të vendoset pozitivisht, në thojza pozitivisht në bazë të iniciativave. Ishin mendime të dara. Edhe ne disa herë e kemi pasur në rendite, në shqyrtim, por në asnjë shqyrtim iniciativat nuk e morën shumicën, domethënë të nevojshme që të vihet në pikë pyetje fati juridik i ligjit për gjuhët. Domethënë që përsëri mosgatishmëria ka qenë në gjykatën kushtetuese, ajo tek pushtetet dhe ndryshimi dhe ndërrimi i tyre. Edhe prapë domethënë ai ta them disponim edhe tash është domethënë në pikpyetje se sa janë të disponuar edhe do të miratohet vendim në gjykatën kushtetuese me shumicë që ligji në fjalë të vjen në pyetje. Pra mund të ndodhë që ligji në fjalë të hidhet poshtë, ja ta themi më direkt. Shikoni, unë kam këtu një lloj doze pozitive, optimiste, se edhe kur të vijë ligji në fjalë në rendite, ata shpritet për informimin e ju dhe të opinionit të zgjidhet edhe gjykatësi i nantë, meqense kemi pas edhe mungesë të gjyqtarëve, për këto çështje duhet të jetë gjykata komplet që të miratohet ligji me shumicë të nevojshme. Edhe do të ketë mbledhje pregaditore edhe mbledhja kryesore, ligji si ligj në tërësi nuk mund vjen pyetje që të abrogohet. Këtë garantoj para opinionit. Mund eventualisht ndonjë dispozit e ligjit, por jo edhe ligji të vihet në pyetje që ai të abrogohet si antikushtetues. Me fjalë të tjera, summa summarum, çfarë vendimi të sjell gjykata kushtetuese në këtë përbërje ose bas tjetrës, ligji e garanton kushtetuta edhe ligji për gjuhën shqipe do të ngeli në fuqi në kuptimin se gjuha shqipe, konform kushtetutës, është edhe do të jetë gjuhë zyrtare. Pikë. Sa ka rrezik, edhe kalojmë te çështja tjetër, që këto situata që kanë të bëjnë me çështjet etnike, gjykatësit kushtetues pra ju të mbivotoheni. Sepse aty ka 9 gjykatës, por zakonisht janë 2 shqiptar, i treti është i një etnikumi tjetër dhe kemi një shumicë gjykatësish që janë Maqedonas. Dhe ne shohim për momentin një frym, një tendencë që gjykatësit Maqedonas, pavarësisht në çfarë backgroundi kanë, priveniencë politike vinë
për çështjet etnike ka një lloj unisoni, siç është çështja e gjuhës edhe çështjet e tjera. Sa ekziston frika se në fakt do të mbi votoheni? Po shikoni, nuk do të jetë kjo rasti i parë, me thonë që se mbi votohemi, përsëris mbi votohemi në kuptimin se mund të vjen në pyetje vetëm do një dispozit ose çik dispozita, por ju edhe ligjin tërësi. Meqense edhe në periudhën e deri tashme kemi pasur raste, i lutem, që kur janë trajtuar çështjet nacionale, pastër nacionale shqiptare, gjykatësit shqiptar së bashku me kolegun të përkatësisë turke kanë qenë të mbi votuar. Kështu ndodhi me ligjin për balansuesin, kështu ndodhi para ati me ligjin për përcaktimin e të drejtës të çdo qytetarit të përcaktohet në librat amës të lindurve. Atëherë veçuam mendimin, vendimi ishte me shumicë, por pa votat e jona, edhe ne mendimet e jona i kemi veçuar në formë të shkruar dhe ato janë votuar në gazetën zyrtare të shtetit së bashku me vendimin që ka sjellë gjykata kushtetuese me shumicën e nevojshme. Kështu që rreziku ekziston, por derisa në këtë mënyrë votohet për informimin ju dhe të opinionit, është nonsens që gjykata kushtetuese me aktin e saj parashef shumicë të thjeshtë, që do të thotë mjafton 5 vota të jenë pro që të abrogohet një ligj, duke përfshi edhe ligjet që i sjell parlamenti me shumicën e dyfisht. Ne kemi kundërshtuar, ju lutem, për 2 çështje, kemi thënë. Edhe atë procedurë dhe për ata çështje është informuar edhe parlamenti edhe qeveria. Duhet patjetër të ndryshohet, ju lutem, mënyra e vendimarrjes edhe mënyra e votimit. Edhe kemi thënë, asesi është nonsens i kulluar që të mundet gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë, do me thonë me vetëm minimum 5 antar, të vendos për ligjet që sjell parlamenti me shumicën e dyfisht, do me thonë 80 vetë, 80 votë, do me thonë të votojnë për, ose ligjin që miratohet me badenter. Ato nuk mundet të abrogohen nga gjykata me 5 vota. Këto duhet të intervenohet në kushtetut, sa më shpejt të parashikohet një shumicë, këta politikanët e jonë përdorin termin shumicën e badenterit. Do shta jo është pak rëndë të zbatohet në gjykat, por unë them kështu le të jetë shumicë e cilësuar, por ajo shumicë e cilësuar në brendin e saj e inkorporon edhe badenterin. Shumica që ta thjeshtëzojmë nga 9 gjykatës, në një rast të tillë 8 të votojnë për këto ligje, pra 8 dhe automatikisht aty janë përfshirë edhe gjykatësit shqiptar, pra pa e pas këtë mekanizmin e badenterit. Do me thënë edhe njerë, pra nga 9 gjykatësit 8. Ne propozojmë, çka do të pranon parlamenti o punë atit. A mendoni që në parlamenti, kur flasë me thonë për parlamentin, këtu ka edhe një mangësi juridike dhe kushtetuese, se Maqedonia është i vetmi shtet, ka gjykatë kushtetuese, a parlamenti nuk ka sjell ligj për gjykatën kushtetuese. Parlamenti duhet së shpejti, kur them së shpejti, aty për aty, ta sjellë ligjin për gjykatën kushtetuese, edhe me atë ligj atëherë do të parashikohet edhe do të rregullohet edhe çështja e vendimeve që sjell gjykata dhe sidomos çështja e votimit në gjykatën kushtetuese për këto 2 kategori ose 2 katalog ose 2 lista të ligjeve që përmenda. Ligjet që sjell parlamenti me 2/3 edhe ligjet që sjell parlamenti me shumicën e dyfisht ose me badenter. Profesor, e përmendet pak, pra e sqaruam këtë çështjen, por më intereson, a mendoni që duke marrë parasysh këtë klim politike dhe siç thatë në fillim që politika ndikon shumë te gjykatësit kushtetues, që ne do të kemi një vetëdijsim të politikës që të ketë ndryshime të tilla ligjore dhe kushtetuese, që këto çështje mos trajtohen nga aspekti etnik. A mendoni që klasa politike e sotme është e gatshme të bëjë këto ndryshime? Është evidente se kjo klasë politike, sa që mendoj se nuk ka kapacitet, nuk ka edhe kondicion, nuk ka edhe vullnet t'i rregullon këto çështje që janë shumë të rëndësishme për shtetin edhe për qytetarët. Por,
klasa politike që në pushtet duhet të pastruaj me 2 çështje. Çështja e parë, të mos përzihet, ju lutem, në pushtetin e gjyqësore, duke përfshirë edhe në pushtetin e gjykatës kushtetuese. Edhe çështja e dytë, ato ligje të cilat janë të nevojshme të sjellin, ju lutem, duhet të asiguron atë shumicën e nevojshme dhe të sjellë ato ligje. Ato janë përgjegjës për miratimin e ligjeve. Gjykata kushtetuese nuk sjell ligj. Ose e vërteton ligjin ose abrogon, e kthen prap, e prish ligjin, por nuk sjell ligj. Do me thonë, këta çështje që përmenda duhet, ju lutem, parlamenti të rregullon. Kanë ose nuk kanë kondicion, është përgjegjësia e tyre. Ata duhet të arsyetojnë, ju lutem, kompetencën edhe rrugën që marrin aty në për këtë çështje, për këtë çështje ato duhet vendosin. Këto janë çështje që janë në kompetencë të parlamentit edhe të qeverisë. Dhe kësaj qeverinë, meqense të gjithë ligjet bin 99% i propozon qeveria e vendit. Kështu ndodh edhe në të drejtën komparative, edhe në të drejtën tonë. Direkt përgjegjësi e klasës politike. Se ne dëgjojmë prej tyre që thonë që duhet të ndryshojë kushtetuesa, duhet të ketë badenterë në gjykatën kushtetuese, por në fakt, nëse nuk propozohen këto ligje, do të mbesin vetëm fjalë. Vetëm fjalë. Profesor, dua t'ju pyesja, e përmendëm pak më herët, provimin e jurisprudencës, i cili ka marrë një vëmendje të madhe. Për shumë individ, për vetë studentët, për qytetar, çështja është disi e logjikshme. Në qoftë se ke studiuar 4 vjet juridik, apo në një gjuhë, në një rast konkret gjuhën shqipe, është krejt e natyrshme që ky provim të jepet në atë gjuhë apo jo. Dhe nuk është fare në kundërshtim as me ligjet as me kushtetutën. A është kjo e vërtet? Po, është mas e vërtet, meqense jam njerëzisht prej vendeve të caktuara, sidomos nga organi nga Ministria e Jurisprudencës, dëgjojmë një kualifikim që nuk është ligjor, se ligji aktual për provimin e jurisprudencës e ndalon gjuhën shqipe edhe provimin në gjuhën shqipe. Nuk është e saktë. A dini, lutem, në drejtësi termin ndales, çfarë kuptimi ka? Ndales, do me thënë, është norm imperative që ndalon, do me thënë, në gjuhën maqedone se kthehet se zabranova. Ajo nuk ka ndales. Çfarë ndalese ka ligji, edhe nuk parashikon ligjin ndales. Tjetër çështje se ndoshta mungon ndonjë dispozit, edhe pse edhe ashtu siç është e mundet të zbatohet edhe të sigurohet gjuha shqipe edhe në provim. Por sikurse nuk ka dispozit të qartë, vetëm një dispozit duhet të parashikohet. Ajo dispozit, edhe ligjin tërësi për provimin e jurisprudencës, kanë 2 mbështetje të rëndësishme juridike, ligjore. Ligji i parë e mundson ligji për gjuhët. Ligji i dytë, atë që përmendej ju, ligji për arsimin sipëror. Vallë, nëse studenti shqiptar ka të drejtë në të gjitha ciklet të përcjellë në gjuhën shqipe, a ka të drejtë, edhe është e pakontestueshme deri në doktorat, atëherë është nonsens një provim që është pjesë e atyre studimeve, të mos mundsohet të jepet në gjuhën shqipe. Ligji i dytë është ligji për gjuhët, do me thënë, organi, institucioni, me 2 ligjet që lutem e mbështet, edhe duhet të mbështesi ligjin e provimit të jurisprudencës. Ligji për gjuhët edhe ligji për arsimin sipëror. Këto 2 ligje e mnosin e përbashkët e kanë te kushtetuta. Se këto të 2 ligjet janë sjell konform normës kushtetuese që e garanton gjuhën shqipe, gjuhën zyrtare në shtet. Pikë. Po, avokatin e popullit e dëgjuam të thotë që duhet një ligj i veçantë. Si interpretohet kjo? Shikoni, nëse shkohet në ligj të veçantë, a nuk ka nevojë për ligj të veçantë, atëherë do të hasi sharra në gosht në kuptimin se pushteti, që nuk ka disponim të zbërthen këtë çështje, përsëri atë ligj që do të përgatisi në draft, a duhet të përgatisi qeveria me ndihmën edhe me propozimin e Ministrisë përkatëse, përsëri do të kërkohet që lutem që ligji të shkuajë në Komisionin e Venecias, të presim goxha kohë derisa Komisioni i Venecias të jap mendimin pozitiv ose negativ. Edhe pse ata për këtë çështje mendimi është pozitiv i tyre. Nuk lëshojnë në këto hollësi. Jam i mendimit, jo ligj i veçantë, te ligji ekzistues, që është miratuar në vitin 2019, anë fuqi ka hyrë nga 1 janari i vitit 2020, flitet do me thënë për ligjin, fjalë është për ligjin për
provimin e jurisprudencës, të intervenohet me 1, 2, shumë 3 dispozita, pik, edhe me atë përfundon. Ato intervenime janë pjesë përbërëse e ligjit, janë dhe me thonë ndryshim dhe plotësim i ligjit, edhe për ato ndryshime dhe plotësime asnjëherë nuk ka nevojë parlamenti ose qeveria të kërkon mendim prej komisionit. Prej komisionit kërkohet për ligje dhe me thonë sistemor, a jo edhe për ndryshimet, tek e fundit pse ekziston një lutem institucioni ndryshim dhe plotësim i ligjit. Për informimin e juaj, ajo çështje është kushtetuese. Ligjdansi, kur e sjell një ligj, shumë shpejt kërkon që të plotësohet edhe ndryshohet. Për shembull, unë sipas studimeve që kam zhvilluar në drejtën kushtetuese, brenda një viti kalendarik, 15 deri në 20% të ligjeve ndryshojnë të njëjtin vit kur i ka sjell parlamenti. Ta marrim shembull, në vitin 2025 parlamenti ka sjell 100 ligje. Prej aty në 100 ligjeve 20 ligje janë ndryshuar të njëjtën vit. Bile disa prej ligjeve ndryshojnë më shumë se disa herë, domethënë brenda vitit. Vallë, çka është atëherë pengesa këtu ligji në fjalë që është miratur 2019, ata që jemi 2026 që mos ndryshohet. Duke përfshi edhe këto 2-3 dispozita që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës. Dakor, pra do me thënë, edhe me ligjet aktuale nuk ka problem të jepet provimin e gjuhën shqipe, por nëse do dhe nëse ka vullnet politik, kjo bëhet me një korrigjim të vogël të ligjeve ekzistuese. E përmendet profesor çështjen e balansuesit. Edhe e përmendet me një shqetësim sepse thatë që ja çështja zvaritet dhe kjo klasë politike do t'i zvaris këto çështje. A mendoni që ky vendim u soll përsëri me syzet etnike dhe jo me realitetin politik të kohës, sepse e bëj këtë pyetje sepse politika apo e trajtojnë këtë çështje me përplasje politike. Ti e ke fajin, ti e ke pas fajin, pse se ke bërë ti, pse se ke bërë ti. Në realitet ligji nuk është më dhe nuk ka një ligj të ri. Po është evidente se këtu do me thënë pasër është prapavia politike, por në dam të intereseve të etnikumeve jo shumicë në Maqedoni, me theks të veçantë edhe të shqiptarëve. Flitet ju lutem se me ligjin në fjalë është parashikuar një institucion balansues, edhe për atë institucion u parashtruan iniciativat e gjykata kushtetuese. Çka ndodhi dhe ku është këtu problemi të tregoj ke gjykata kushtetuese që solli vendimin përsëri me shumicë votave edhe me mendim të veçuar nga 3 gjykatës të tjerë. Nuk ishte problemi vetëm çështja e balansuesit. Edhe sikurse ta marrim se balansuesi jo si kategori jo kushtetuese, jo ligjore. Çështja ishte se këtu ju lutem u abroguan disa dispozita të 2 ligjeve nga fusha e administratës shtetërore, me të cilat dispozita garantoheshte zbatimi i drejtë dhe adekuat i të gjithë etnikumeve në punësime në organet e shtetit, në administratën shtetërore. Gjykata kushtetuese, me vendimin e saj, nuk boni vetëm abrogimin e balansuesit, por ne e veçuam mendimin se ajo abrogoi ata dispozitat ligjore me të cilat dispozita mundësoheshte juridikisht që të zbatohet amandamenti 6 i kushtetutës, a me normë kushtetuese është e garantuar çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Edhe ne çka thamë? Ne thamë, me abrogimin e këtyre 2 dispozitave të ligjeve në fjalë, ne si gjykatë, jo juridikisht, se juridikisht nuk mundi me vendim të jonë të abrogojmë normë kushtetuese, por ne faktikisht e pamundsuam normën kushtetuese të zbatohet. De facto ndodhi do me thënë që norma kushtetuese të mos zbatohet. Edhe atëherë ju lutem kundër nesh që e veçuam mendimin thanë si mundet të veçohet edhe si mundet të suspendohet norma kushtetuese. Po de facto u suspendu ju lutem, prej kur u soll vendimi i gjykatës kushtetuese, deri tash kanë kalu plot 2 vjet, ne ligj të ri me thënë do të nuk kemi, edhe pyetje kur do të miratohet. Ja do me thënë përsëri erdhëm në një situatë që u abrogu ligji, normat konkrete të ligjit, kinse janë kundër kushtetuese, me atë faktikisht u suspendu zbatimi i amandamentit 6 të kushtetutës. Amandamenti 6 parashikon një lutem një vlerë të jashtëzakonshme, vlerë themelore të rendit kushtetues të Maqedonisë. Zbatimi
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i të gjithë etnikumeve, jo vetëm shqiptarëve, i të gjithë etnikumeve, edhe ja tash ku janë pasuhet. Se ne thamë edhe e mbrojmë atjes, edhe dula e tjes, në sipërfaqe se ashtu është. Për këta 2 vjet, ju lutem, gjithë punësimit që janë bërë, është përmend përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Asesi jo. Përmendet tash një sistem tjetër që ai sistem nuk ka lidhje me këtë sistemin e parë, ky sistem i parë nuk e abrogon atë merit sistem. Po ju lutem, asnjë nuk e kundërshton merit sistem. Edhe ai përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i garantuar me kushtetutë, ai nuk lejon edhe nuk mundson që të pranohen persona që nuk i plotësojnë kushtet. Cila normë kushtetuese mund të garanton që të kemi përfaqësim të drejtë dhe adekuat me çdo kusht, pa marrë parasysh se kandidati i plotëson kushtet ose jo. Nonsens. Asnjëherë jo. Prandaj nuk duhet të ngatrojmë çështjet sistem i meritus, edhe vlera themelore që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë. Nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Se ky sistem përsëris, kjo vlerë themelore që quhet domethënë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, asesi nuk e abrogon çështjen e sistemit të kualifikimit, të aftësive, të përgatitjes, etc. Domethënë patjetër duhet të respektohet, por duhet të respektohet në kuadër të saj edhe përfaqësimi i drejtë. Ne tash 2 vjet ju lutem, ne nuk kemi përfaqësim. Megjithatë, asnjë institucion, asnjë institucion, ja i përcjellim ne konkurset. Ka ndonjë konkurs që e garanton që të ketë edhe përfaqësim të drejtë? Jo, vetëm thirrën në sistemin e meritave. Po ja, një argument që jepeshte ishte abuzimi me këtë sistem dhe ne jemi dëshmitar që shikonim Maqedonas që thonin që janë shqiptar për të punësuar, shqiptar që thonin Maqedonas ose edhe të ndryshëm për të punësuar në varësi të se si e jepte sistemi atë nevojën për punësimin në një institucion të caktuar. A mendoni që shkelja që është bërë, se është evidentuar, në fakt u mor për bazë për të dëmtuar e drejta kushtetuese. Se shkelje gjithmonë ka, po ligjet nuk ndryshojnë dhe kushtetuta nuk ndryshojnë kur ka shkelje ligje, apo jo? Për këtë çështje shumë me vend e parashtrohet pyetjen. Edhe ne kemi diskutuar në gjykatën kushtetuese kur ishte në renditje çështja e landës në fjalë. Edhe tham, edhe përsëris, është evidente se ka pas keqpërdorime. Por ne kërkoj edhe tash. Në qoftë se ka pas keqpërdorime, ato janë keqpërdorime individuale. Ju lutem, barësit e atyre keqpërdorimeve le thirrën përgjegjësi. Ne tash çka bën? Nuk i thirrim ato përgjegjësi, ne tash damtojmë, mos them edhe akuzohem, edhe damtojmë të gjitha etnikumet tjerë me fshirjen, faktikisht me suspendimin e amandamentit 6 të Kushtetutës, i cili amandament përsëris e garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Tash domethënë të damtuar, të dëshkuar faktikisht, janë të gjitha etnikumet, duke marrë parasysh se ja, kinse ka pas keqpërdorime. Nëse ka pas keqpërdorime, a ka pas? Lutem, ata keqpërdorime janë individuale, janë në pakicë. Siç ndodhet me ligje të tjera, në keqpërdorime shkelje ligjore të tjera. Le të thirrën përgjegjësi kryerësitë e atyre veprimeve, veprave kështu me radhë. Ajo tash ne me vendimin e juën ne dëshkojmë domethënë të gjithë etnikumet jo shumicë në Maqedoni kur punohet për një të drejtë kushtetuese. A drejta kushtetuese, ju lutem, ka peshë të veçantë, se vetëm kushtetuta i garanton të drejtat dhe liritë konkrete. Ligjdhansi me ligj nuk mundet as të vendos të drejtë konkrete, as të bëj abrogimin e të drejtave. Ato i bën kushtetutdhansi. Kushtetuta është e qartë. Ekziston norma kushtetuese, e garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, a pse edhe si zbatohet në praktikë është çështje faktike. Profesor, dua edhe 2-3 çështje të diskutojmë. E para është Safe City, që gjithashtu kishte një vëmendje të madhe. Është kontradiktore për shumë qytetar që përderisa Ministria e Brendshme i lëshon dokumentet në 2 gjuhë, përdor dëgjuesinë, DC pra në atë komunikim nuk pranon apo që edhe kjo çështje të ishte në 2 gjuhë. Paralelisht me këtë, apo ka dhe probleme Safe City me çështjen e pronësisë të mjeteve që s'ka lidhje me etnin, po me ligjin e vetvete, se si shihet kjo çështje kur policia apo mund të sekuestroj makinën si në qoftë se ti bën një shkelje ligjore. Si e shikon profesor këtë problematika të këtij ligji? Por për çështjen e ligjit Safe City është evidente se gjykata kushtetuese tash
ka pas seancë edhe në atë seancë solli vendim adekuat në bazë të 3 iniciativave të ushtruara nga subjekte politike shqiptare. Të 3 iniciativat i lutem ishin me mbështetje të arsyeshme, me fakte relevant. Të mbështetet do me thanë në fakte me relevancë. Në gjykatën kushtetuese edhe për këto iniciativa, vendimi me shumicë u soll që të hudhen të 3 iniciativat. Çështjet që cekët ngjelën për ne 3 gjykatësit që e veçuam mendimin, edhe opinioni është i njoftuar për mendimin e juën të veçuar, se çështja e gjuhës është cënuar, a përsëris çështja e gjuhës është materie kushtetuese garanton kushtetuta, a ligjdhansi në ligjin e fjalë nuk e parashikon zbatimin e saj në praktike dhe ashtu ndodh. Meqense ligjin e fjalë përveç të tjerëve flet edhe për procedurën. Ja tash përsëri vim te çështja se parlamenti jon, që është kompetent, nuk i ka sjell ligjet për procedurat gjyqësore konform ligjit për gjuhët, edhe konform kushtetutës, se kushtetuta e kërkon atë punë. Edhe ajo sjell domethënë një mangësi edhe në ligjin e fjalë. Edhe çështja e dytë është çështja e gjobave. Me të vërtetë, të gjithë gjykatësit, edhe pse sollën vendimin ashtu si e sollën, me shumicë votave, por ishin të mendimit se sa i përket gjobave janë kogja të larta, janë të tepruara. Sidomos çështjen që përmendet ju për kundërvaqje konkrete, personit të mirret edhe vetura, edhe aty tash parashikon ligjin në rastin nëse për shembull vozici, drejtuesi i automjetit ka qenë një person, a vetura ka qenë në pronësi të tjetër personit, duhet të merret edhe atit ose të zhvillohet procedurë se si mundet të mënjanohet me fjalë të tjera të mos mirret, por ngelen domethënë çështje që janë të diskutabile. Jam i mendimit edhe pse ligji është në fuqi, meqense gjykata kushtetuese nuk u prononcuar që të abrogohet ligji në tërësi ose disa dispozita, ligjdhansi me propozim të qeverisë së shpejti do del me propozim që çështja e gjobave deri dikund të zbutet, domethënë, të ulen gjobat, se në drejtësi, sidomos lamin për kundërvaqje dhe lamin penale, përdoret një term të ekziston proporcionaliteti, domethënë në aspektin e naltësisë të kundërvaqjes ose të veprës penale, edhe pasojës tani që duhet të pëson kandidati. Pra mund të keni një rishikim nga ligjvënësi? Unë zoj se së shpejti. Ligji do të ngjelin në fuqi, por çështja e gjobave do të ketë një korrigjim. Se problemi ishte, ne jemi apo në familje, ndoshta një familje ka një makinë që është regjistruar në një pronë, në një person, nga ana tjetër, e drejton shumë persona dhe ti si e realizon këtë çështje. Por ju thoni që do të ketë një rishqyrtim, kështu që do të presim. Në minutat e fundit dua të të pyes profesor edhe për 2 nisma të tjera, shumë delikate, që përsëri kanë të bëjnë me çështjen e shqiptarëve. E para është rikthimi i një procesi që ka të bëjë me rrugët në Tetov. Si e shikoni faktin, nga ajo që ne dim si gazetar, gjithçka është zbatuar sipas dispozitave ligjore, pra me vendime të dyfishta në komunën e Tetovës konkretisht, ndërkohë që kemi një nismë që vjen pas shumë vitesh. Si e interpretoni këtë çështje? Këtë çështje kemi shumë të freskët, si gjykata kushtetuese para një kohë shumë të shkurtër ka qenë në iniciativa në gjykatën kushtetuese për rishqyrtim, për kontroll kushtetues dhe ligjor nga ana e gjykatës kushtetuese, që është kompetenca e parë e gjykatës kushtetuese. Çdo vendi po edhe të vendit juan. 2 çështje këto janë, domethënë ashtu, kontestuese. Çështja e parë nuk është kontestuese, por është indikative se pas shumë viteve, prikur u soll vendimi në Këshillin e Komunës të Tetovës, inicioi procedura që të abrogohet vendimi në fjalë.
është indikative, edhe ne edhe aty kemi mendimi të veçuar, vendimi nuk o sjell dhe me thanë që të abrogohet vendimi i komunës unanimisht, por vetëm me shumicë të votave. Edhe çështja e dytë që lindi si problem, atë problem mirë është ta njoftoj opinionin, që ngjelim aty pa përgjigje. Çka është problemi? Me ligjin për emrimin e rrugëve, të shesheve, urave, parashikohet përveç tjerave në atë procedurën e vendimeve që sjell komuna, Këshilli i Komunës. Kërkohet edhe mendim paraprak i qeverisë. Gjykata bën shumë përpjekje, që është e vërtetë, që të sigurohem ka pas kërkesë nga komuna në qeveri ose nuk ka pas. Edhe nëse ka pas, a ka pas përgjigje, pozitive ose negative. A e dini se ne në këtë çështje ngjelëm pa përgjigje? Komuna në u përgjigj. Punohet për një periudhë të lartë, të gjatë, kohore. Kemi kërkuar ne në arkivin e komunës, nuk kemi gjetë as përgjigje, as po edhe kërkesë të ushtruar nga Këshilli në qeverinë e Maqedonisë. I drejtohemi qeverisë. Ju lutem, a keni ju procedurë, a keni pas procedurë, nga qeveria nuk na hapin përgjigje se e tash ne ngjelëm se çka në pyetje tash. Çka është e vërteta? Edhe ne me qenë se hasëm ne 3 gjykatës që votuam kundër vendimit për abrogimin e vendimit të komunës, thamë se në këta raste kur ka diçka dyshim, gjithmonë duhet të vendoset në favor të komunës. A këtu ne ja ke një dyshim që u paraqit, nuk e pastruam. Komuna nuk na e përgjigje, a nuk na e përgjigje dhe qeveria. Na thotë qeveria se më këtë datë është ushtruar kërkesa nga Këshilli i Komunës të Tetrovës, edhe ne kemi marrë këtë vendim ose atë vendim, pozitiv ose negativ. Nuk ka. Edhe vendimi është, domethënë, përsëri, këtu e drejta nuk është humbur, ju lutem. Vetëm do të përsëritet procedura në kuptimin se në ato aktivitetet që zhvillon komuna kur punohet për ndryshimin ose emrimin e rrugëve, të shesheve, urave, të kërkuaj mendim paraprak prej qeverisë. Unë jemi mendimi se qeveria do të, se ne kemi pas edhe tjera iniciativa për këto rrugë, për ndryshimin e rrugëve, sidomos në Shkup, për ndryshimin e emrimit të shkollave, ne i kemi vërtetuar, ju lutem. Me përgjegjësi është një rast domethënë vendimi është në 2007, pra vjen pas 19 vjetësh. A mendoni që ka moment politik edhe e qëllimshme, apo megjithatë duhet zgjidhur sepse është një dosje që është atje? Shikoni, nuk mund të konstatoj se qëndron ndonjë prapavi politike. Meqense iniciativa është pa marrë parasysh subjekti sa që kujtoj se lidhja luftarëve ka ushtruar atë iniciativë, por punohet për një ta quajmë mungesë në aktivitetet e komunës, nëse me të vërtetë nuk ka pas kërkesë nga komuna për pëlqim nga qeveria. Ajo procedurë duhet të përsëritet vetëm nga ky aspekt, edhe unë zoj bie se vendimi do të ngjelë i njëjtë. Në fund, një nga çështjet shumë delikate për Maqedoninë e Veriut është një procedurë një proces që përmendet që janë rastet e Hagës. Si e shikoni këtë situatë ose këtë nismë dhe çfarë impakti dhe implikime mund të ketë të ashtu quajturit të rastet e Hagës dhe ligjet që janë sjell për rastet në fjalë? Për rasti që në thojza quhet në popullat landët e Hagës, nuk është risi për Maqedoninë, nuk është risi edhe për qytetarët, mos flas për mediumet edhe për personat që merren me profesion për këtë lami. Është çështje e mbyllur. Unë tash nuk mundem të predikoj rezultatin final, por vetëm për informimin e opinionit është formuar lanë të veçantë në gjykatën kushtetuese. Iniciator është një ish deputet i parlamentit dhe për këtë lanë është përgatitet në formën e sipërme është referati, edhe marr guximin të them edhe atë se
për këtë land gjykatës referues do t'jesha unë. Si do jetë epilogu, do të shohim. Keni frikë se do të vi situata përsëri e mbi votimit? E asaj që quhet mbi votim që e sqaruam? Shqyqoni, kështu si që ndodhin punët në gjykatën kushtetuese, sidomos në kohën e fundit, çdo sent është i mundshëm. Edhe që quhet jo normale, bëhet normale, ajo që është normale, bëhet jo normale, kështu që nuk mundem të prejudikoj se si mund të vendosë gjykata kushtetuese. Kur pritet që ta referoni? Unë mendoj se së shpejti do të jetë gati, referati është gati, vetëm ngel tash kryetari i gjykatës, ai e cakton rendin e ditës, edhe seancat i cakton ai termit e seancave, por mendoj se për 2-3 javë, një muaj shumë, mendoj se do të jetë në rendite. Dakord, atëherë do ta ndjekim në pavar ju e thatë pak a shumë se çfarë do të thoni, domethënë është çështje e mbyllur, megjithatë sigurisht do ta shohim se si do të sjellë gjykata kushtetuese. Në fund, profesor, ju jeni gjykatës kushtetues dhe mandati juaj përfundon në fund të vitit. Gjithashtu përfundon mandati edhe i kryetarit aktual të gjykatës kushtetuese. Pak më herët më thatë, për ju e dija, po për gjykatësit e tjerë nuk e dija, që pas 2 muajsh në fakt edhe 2 gjykatësve të tjerë kushtetues ju mbaron mandati apo. Praktikisht në fillimin e vitit tjetër do duhet të zgjidhen 4 gjykatës të rinj kushtetues. A keni frikë se... Për momenti 3, se i dyti është shqiptar që i kalon pas 2 muaj, domethënë prej skatimit të juën. 3. Ashtu 3. A keni frikë se po se edhe një apo do duhet të zgjidhet tani, kështu që a keni frikë, profesor, se do të emërohen gjykatës politik? Të afërt me struktura politike, të cilat pastaj do të lënë pasoja juridike dhe shoqërore me vendimet që do të vinë. Ajo është pyetje faktike, është pyetje konkrete, edhe për çështjet konkrete, konkretisht do të përgjigjen organet që janë kompetent për zgjedhjen e tyre, por kështu siç shkuajnë zgjedhjet që ata shkrimin, domethënë zgjedhje edhe kishim edhe për gjykatën kushtetuese, për këshillin gjyqësor, që duhet të jenë apolitik, domethënë personat, ai zgjedhin konform çelësit politik, mund të ndodhë. Nuk duhet të ndodhë, por mund të ndodhë që edhe gjykatësat e radhës në gjykata kushtetuese të zgjidhen sipas një çelësi politik. Nuk duhet, por në këtë sistem ku nuk funksionon e drejta, ku nuk funksionon shteti juridik, ku nuk funksionon sundimi së drejtës, çdo sen është i mundshëm. Mandati i gjykatëve kushtetuese është 9 vjet, kështu që prandaj pyetja është shumë e rëndësishme, po ju e dhat edhe përgjigjen. Profesor, ju falenderit shumë për këtë bisedë, të qetë, sqaruese dhe besoj me vlera për ata që do ta ndjekin, sepse edhe opinioni kupton në një farë mënyrë se si janë procedurat e gjykatës dhe e gjykatësve dhe sa e vështirë është. Në fund krejt, më kanë bërë shumë pyetje, profesor, njerëzit, nëse gjykatësit kushtetues që janë aty do duhet të japin dorëheqje kur kanë kështu presione etnike ose jo, sepse përmendet një rast i tillë kur 2 gjykatësit shqiptar dhanë dorëheqje. Si mendoni ju, a është dorëheqja zgjidhje apo megjithatë është më mirë të jesh pjesë e procedurës për të sqaruar dhe për të qenë brenda në kontekstin e politik ku jemi ne tani? Ka një rregull edhe në drejtësi, por edhe në politikë, thuhet se aty ku lind problemi, aty duhet të qëndrosh që të zbërthehet problemi, ajo prej jashtë. Ne që jemi aty brenda, japim ata mundit e juan, përpjekjet e juana, opinionet e juan, duke përfshirë edhe mundësinë që t'i veçojmë mendimet votojnë në fletorin zyrtare, ato kanë peshë të rastishme. Kështu që betejë duhet të fitohet aty ku lind problemi. Profesor, edhe një herë ju falenderit për këtë bisedë. Ju lutem. Të dashur ndjekës, këtu përmbyllim këtë podcast, këtë emision podcast ku sigurisht i ftuar ishte Osman Kadriu, gjykatës në gjykatën kushtetuese. Ne do të vërim sërish bashkë, pra do të jemi pas disa ditësh sërish bashkë, deri atëherë mirupafshim.